Njerëz, sonte jemi në një natë të këndshme që ju besoj jeni të interesuar prekor se ka shumë njerëz që më kanë shkruar. Por unë nuk doja ta thoja një datë fikse se donim që njeriu që po e kërkoni kaq shumë, njeriu që e keni kaq pasion të dini për të, si të mirat, si të këqijat, se keni një kuriozitet të jashtëzakonshëm, ne kemi sot në podcast në një mënyrë të pa imagjinueshme, të madhin, gigantin, inteligentin, edhe atë jo inteligentin që mendoni ju, një njeri që ka shumë pasione gjëra që do na i thot tani, dhe ne jemi me me Jos Markun. Jos, si të kam vlla? Mirë, ç'a bën? Dëgjoj. Shumë enigmatike ka qenë kjo intervista jona bashk, ose ky bashkëbisedim i këndshëm, po unë dua shumë që të luajmë një lojë shah bashk, se ti ke qenë 2 herë kampion shahu në Zvicër dhe unë e di këtë informacion, të kam pa dhe dokumentat e tua, që i ke ato fitore shumë të mira, dhe kur kam luajtur shah me ty për të parë, që luajtëm para ca ditësh, kam pa një shahist të mrekullueshëm. Tani unë duhet të bëj një lëvizje dhe një pyetje. Nice. Lëviza ke mbreti dhe po pyes mbretin. Jos Marku, kush janë hobet e tua? Jo profesione. Atëherë, hobet e mia janë motorat, makinat, kuajt, sporti, ndërsa profesioni im është muzika. Arti, muzika, këngëtar, këngëtautor, kompozitor, bëj artin tim. Atëherë, po të bëj një pyetje më të direkt. Si ka qenë nisja jote me muzikën? Atëherë po bëj televizionin. Lëvizjen e dytë. Nice. Okay. Atëherë, që i vogël, gjithmonë kam këndu, dhe pastaj kam vazhduar studimet në liceun artistik. Këtu në Tiranë? Në Tiranë, po. Shishi, pas kemi një histori të gjatshme, se do kam të qenë të gjitha studimet për sa i përket muzikës, dhe jam pajis me diplomë, gjithmonë profesional. Dhe si që ike jote në Zvicër? Atëherë, ike ime për kërkesë për të këndu në Zvicër. Ke fillu do të thënë që shkoje për të kënduar në Zvicër. Po, arsyeja që kam shkuar në Zvicër ka qenë se të kam pa qytëri që ke kënu në për dansma në për këto dhe me një zë brillante të gjitha, por ikja në Zvicër ishte domethënë prapë kjo arsye. Eksakt. Edhe kam shku dhe kam mbet atje. Për një periudhë 8 vjeçare kam jetuar në Zvicër. Dhe çfarë bësh ka kinëde? Shiko, në shqiptarët e Zvicrës e kanë që po e pive ujin e Zvicrës thonë që ngelesh aty. Është të bën aq shumë për vetë ai vend sa që e ke të vështirë pastaj të. E ke Zvicrën, e ke kështu, ëh? Gjithmonë në zemër e kam dhe kam momente dhe kujtimet më të bukura atje. Një vend si Sahat zviceriane. Shumë e vërtet, por është një vend që njerëzit korrekt, preciz e gjejnë veten atje. Ne dhe për këtë arsye. Atëherë, për këtë arsye ndoshta edhe unë kam. Pyetja ime është këtu. Muzika të ka çuar në Zvicër. Zvicra, tani kam një ide se kur Zvicra të ka dhënë shahun. Po, edhe shahun e kam mësuar në Zvicër. Është si ishte loja më si nisi për zemër që kam. Ke shumë për zemër? Po. Kam mësuar me i shokun tim dhe pastaj mbet atë. Atëherë unë pyetjen e kam këtu. Shahun, si e koncepton ti? Shahu është një lojë që
nuk ndihmon fati. Po. Nuk është si lojra tjera që po thuj se është fati ai që të ndihmon. Në shah është vetëm aftësia jote Tu e vlerëson. si lojtar, po. Atëherë po bëli një lëvizje të një oficeri tjetër. Po nxjerr këtu. Do të thojë. Nxjerrë gazi, Në jetë. Në jetë. Shau, ka dhënë atë intuitën për të mendu disa lëvizje para siç është dhe Shau? Patjetër që po. Jeta është si loja e shaut. Do të jesh shumë i durueshëm, do të jesh shumë i fokusuar në lëvizjen që bën. Duhet të mendosh mirë për atë lëvizje që e bën, sepse mund të kushtoj avantazh ose mund të kushtoj një lloj disavantazhi që të kushton shumë. Po kështu të ja lëvizja kalit, se këtë e ke qefti. Kali këtu. Po, do më thënë, të jep atë një lloj qetësie në mendime, Patjetër. nuk vepron shpejt, po mendohesh e bësh? Patjetër që po. Po, e reflekton një jetë. Reflekton, patjetër. Po sporti të nxit. Janë dy. No, jo. Sporti Apo është disiplinë? Është disiplina më e mirë për sa i përket njeriu. Një djalë i ri ose një burrë ose njeriu që të jep atë qetësinë. Mundesh me shkarku gjithë ato energji tek qija Kur ti vetëm kur praktikon sportin. Dhe disiplina që kanë sportistat është disiplina më e mirë dhe më e duhur që një njeri duhet ketë. Okej, ti të rinjve besoj thuaj që duhet merren me sport. Patjetër që po. Është një, si themi, një ushqim i trurit me oksigjen nëpërmjet qarkullimit të gjakut e tjerë. Se unë kam qef to, kështu gjëja. Një orë në ditë është një pak rëndësi është në palestër ose në shtëpi. Po mund ta bësh edhe në natyrë. T'ja përkushtosh vetes tënde, eksakt. T'ja përkushtosh vetes tënde një orë në ditë minimum në shtëpi ose në palestër kudo ose ecje çfarë do qoftë. Okej, atë po bëj një rokat se e kuptoj. Bëj gazi se të duhet. Mendoj që më rokat. Okej, pyetja ishte mbas rokadës. Tani raporti i hobeve, jo i profesionit, se profesioni është i joti. Raporti i hobeve. Kë nga hobet ke më shumë? Unë të dëgjova kalin, të dëgjova sportin, të dëgjova shaun, të dëgjova çështje tjetër? Motorat, po, makinat e tjera. Kush është ai që dominon nga këto në atë jetën tënde? Po jetë shumë intensive i bie. Them drejtën gazi. E kam shumë të vështirë të ndaj, sepse secili nga hobet e mia në ditë sakura jep atë kënaqësinë. Atë relaksin tim dhe për shembull ka ditë që du të dal me kuaj, ka ditë që du të dal të ecë vetëm me motor. Dhe e zëvendëson atë se nuk mundesh gjithë ditën të jesh çdo ditë me motor ose do më thënë, e kuptova. Në një moment që je bosh me diçka, ti merresh me diçka. Po gjithmonë je aktiv, jo, zë? Po thuj se gjithmonë. Pëlqen. Po, nga që kam edhe atë. Me motora, ç'a tipi motorash? Këta të garave, të shpejtësisë? Po, shpejtësisë. Me Hondat, me këto. Honda, BMW. BMW. Mirë, BMW është çik më klasik. Okej. Po kështu e çon limit, ç'a shpejtësi mund ta çosh i motor për shkak? Duhet të më marrësh patentën ti mu. Gazi. Jo, heci nga dalë. Ne flasim kur ti e përdor në për pista që lejohet. Kur kalon në Gjermani. Gjithmonë brenda limiteve. Okej, brenda limiteve se është ajo disiplina sportive. Mirë, Jos, më pëlqen, po për të lexuar për shkakun, Jos, kemi fol bashkë dhe ke thënë kam lexuar shumë për shaun. Po, edhe për shaun dhe më pëlqen shumë leximi. Lexoj shumë, është ndër gjërat që hobet e tjera. Po mirë, prandaj edhe e shkruan, ë? Sepse unë them që kur sa dhe unë shkruaj, do të thënë këngë kështu. Po kur lexon njeriu merr 1000 vjet përvojë brenda. Një libër është gati si 1000 vjet, sepse është një përvojë shumë e madhe që hidhet në një libër. E vërtet.
Ti këtë e ke ndjerë, kur shkruan për shembull, ku është ajo bota jote, kur shkruan për muzikën? Ku je më shumë, ke ndjenja, dashuria, ke festa, ke argëtimi? Gazi ka disa Se kënga e fundit që disa ke bërë opsione. është shumë ndjenjë. Ne jemi artista Gazi dhe jo gjithmonë shkruajmë për veten tonë, për historitë tona, për jo gjithmonë. Po pra, Sepse ne kemi pëlqen. një publik që na përcjell, na ndjek dhe shpeshherë ne duhet të futemi tek publiku, çfarë don publiku. Sakt. Dhe unë Çfarë percepton ai? ka rast që fuz veten time në këngë, ka rast që shumicën e rasteve ne Edhe një jemi histori për të publikun. dëgjuar, Po, patjetër. Po, sakt. Edhe ne, unë atëherë ha. Kush e ka o Gazi? Ti e ke s'ka gjë. Ajo, bëre një rokallë. Po bëje pra më Gazi. Ja pra, atëherë. Ja mësova tani çfarë më bë. Ashtu da. Baba, këta Pse mo Gazi? Si ke dalë me 2 kuaj, bo. Pse mo Gazi? Atëherë po bëj një lëvizje tjetër. Gazi ti m'duket je 2 lëvizje para. Jo, nuk Apo jo? unë jam, ja, do ndjeri kalin të them. Atëherë, me këtë daljen e këtij kalit që bëra, do të pyesja. Jo, ti si natyrë që mund kujton rinin time, edhe vlla jote tha një ditë që unë e di pse e koncepton Jozin, se e pëlqen Jozin, që e përshëndesin vllajin, se më kujton që domethënë ti je edhe djalë i shkallët, edhe djalë që merresh me sport, edhe djalë që praktikon se është loja e trurit, e tjera. Unë mendoj që ke shumë botë dhe kjo është ajo që të bën dhe të shkruash. Nuk e di, është e vërtet kjo? Ja, e bëra një lëvizje. Patjetër Gaz. Është ai në pasioni im që të shkruaj dhe këto kohë të fundit dhe këngë që i bëj në të shumicën e këngës e bëj vetë. Afërsisht sa këngë ke bë vetë? Që janë Katër- këngë tuat. Po, katër Jo katër cover. këngët e fundit. Se ti mund të knosh, unë të kam Po. pa që ke knosh dhe Po, gjëra patjetër, operistike. Patjetër që po. Po, Por sa ke këngë? kam mbi 10, Mbi 10 këngë, po. që janë komplet tuat. po, Më pëlqen. janë komplet mia dhe Atëherë, katër të fundit për shembull i kam shkruajt vetë. suksese me këngët. O Gaz, po çfarë bën më Gaz se e humbe kalin më Gaz. Po mirë më tani. Ku do shkojmë ne? S'të vje keq për të ty. Që ka lese. Ha më Gaz, s'të vje keq. Moto. Pse më Gaz kështu? Pse kështu ti, pse tu, e jo s'kena gjën të rezi. Ajde, atëre, ja këtu. U ku, ishte pyetja, më prit. Se do Atëre, të bëj një lëvizje do të kushtojë shumë shtrenjtë. dëgjoj, Fol ta themi kem gjë, parasysh jam me të fala mos me të jam i fal. bindur që ti bën dhe presion Po kulun. veç du me dit, a e di me kë ke punë. E di pra, e di, bën dhe presion kulun sha. Tani, unë ta fala një figurë Po. se kam dhe frikë, e Okej, kupton, e për më një thuj, ja, më ku, thuj. bëra dy lëvizje. Bëj dy lëvizje Gaz sepse kjo lëvizje ime do ketë vlerë më shumë se 5 tujat. Sha Gaz. Ua, sha, po pse sha. Okej. Atëherë, she. Kjo ishte e bukur se ti ma merr dhe kështu dhe ashtu. Më pëlqeu. Atëherë, si do e bëj unë tani? Prit një sekond këtu. Gaz mbretëreshat i kem shumë qef. Di. E di. Atëherë Kështu kjo që- hyrë në një temë shumë të bukur. Aty ishte fokusi. Atëherë hyrë në një temë shumë të bukur. Dhe mbretëreshat. Po pse mo Gaz e le, pse mo Gaz? Këtë si të sonë mbretëresh. Pse mo Gaz? Pse? Po loja është e jote, e jote. Pse mo Gaz? Atëherë, mbretëreshat janë vajzat për ty? Patjetër. Atëherë ti mund të hash çdo gjë me ata. Unë se di pse se ngre ka. Gaz, kur kam mbretëreshën në Fort Gazi, nuk diskutoj asgjë tjetër pastaj në Kur është mbretëresh një vajzë për ty? kur është mbretëresh në vajzë për mua. Po.
Qa duhet ketë ajo vajzë që t'jetë mbretëresh për ty? Ajo vajzë duhet ketë Tani du përgjigje, para se të lëvizësh. para se televizi. Po, Do t'jetë e plotësuar gazi. në që kuptim. Shumë kuptime në Tu mendoj mirë se në këtë karakter, gjë, po, unë e kam shumë të rëndësishme ta dëgjoj nga ti. në karakter, në marrëdhënien me mu dhe në gjitha pikat sa i përket partnerit. Por gjithmonë edhe unë drejt asaj. Po mirë, qa kupton? E du të shtjelluar pak. Më thuj. Në ti thu duhet jetë korrekte, Karakteri. Karakteri, po. Qa kupton me karakterin? Çfarë kupton tek femra? Po ai kombinimi gaz, ato parimet që ka si ndaj meje, si ndaj jetës. Dhe fjala për shembull që jep ose që mban ose ajo përshtatshmëria. Po nuk mendon se mund dukesh çik kështu si po themi si vjetër në këtë Shiko, mendim? nuk jam as pak i vjetër dhe mendoj që të vjetrit e kanë pas shumë mirë atë. Ti e vlerëson atë. Patjetër që po. Gaz ne fundi jemi shqiptar gazi. Ne sado që kemi jetu dhe jetojmë, jemi shpërnda, po i kemi parimet tona si shqiptarët dhe tek shqiptarët ka ekzistuar kjo gjithmonë. Atëherë ti je rrit me këtë Jam akoma i modës vjetë gaz. ndjenjën e traditës. Po, Dhe ti mendon që kjo është gjë e mirë apo jo? atëherë, gjithmonë me atë emancipimin e kohëve modern, por duke ju përmbajt parimeve si një kanë qenë shqiptar. goxha të emancipuar, nuk kanë qenë pa. Patjetër, po, por mos të kemi keq kuptime sepse Prandaj disa nga kohët e vjetra kanë qenë shumë të mbyllur. Jo, unë s'mendoj kështu. Nuk jemi Unë mendoj jo për- ashtu, unë se- secilit ketë lirinë e vet, por gjithmonë atë krenarinë, atë mirësinë e shqiptarit. Po. Do me thënë, unë mendoj që Do me thënë unë mendoj, Jo, do që mos lëvizesh kuptojnë- apo s'do lëvizesh. Mos kuptojnë njerëzit me ty, Thuj, keq kupton. që mos keq kuptojnë njerëz me ty, unë e kam pyetjen këtu. Prandaj du t'jap mundësitë që ta shprehësh që nuk është mendimi jot është që nuk është gabim pjesa që njerëzit mendojnë që edhe old school, ajo shkolla e vjetër, është po e vlefshme si dhe shkolla e re. Por njerëzit duhet zgjedhin vetë. Shiko gaz, në kohët e sotme, shoqëria jonë ka ndryshuar shumë dhe është mirë kjo, por gjithmonë po them, duke ja marrë ato të mirat të kohës moderne dhe duke u përmbajtur tek parimet që kanë pas shqiptarët. Ti thu për një balancë, Po, tek një pjesa gjë të mesme. Eksakt, Mos balancë. ikim as në ekstrem kështu as në ekstrem. As në ekstrem. Je në qendër, domethënë. Po mirë, shumë mirë. Gjithmonë duhet ruajtur ajo balanca. Më pëlqen. Si mendon ti gaz? Edhe unë jam për këtë, për balancën dhe por ajo kur themi kjo mbretëresha ku është? Kjo mbretëresha është shumë e rëndësishme që ti ma hëngre mu mbretëreshën. Unë them Sepse nuk e mbrojtë mirë ti. vajza duhet të jetë nga ty si një mbretëresh. Ting, 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 ting. Gaz. Çfarë bëhet shumë valla. S'pas ke mëshirë. Gaz e di me kë puna, po Atëherë duhet atëherë. apo si e do e ditë. Ku je jo sot? Ku je sot me Ku je sot me vajzat, me kë vajzë je sot? Me kë vajzë? Po, të kam pa me të goca të bukura. Po të fali. Po të fali, gaz. Që do falesh? Gaz, po të fali. Me Atëherë, me kë jam sot? Po. Me çpërnallës. Se s'po them.
Allës. Dëgjoj, e di gjë që më pëlqen dhe ta them sinqerisht, se njerëzit, ka shumë njerëz që më kanë thënë mua që po mirë më valla, se s'të kuptonin, e kupton? Edhe pse ti e mbështet atë lojën e Jozit dhe kështu, po gjëja që më pëlqen më shumë ka qenë ajo pjesa e humorit e Jotja. Sidomos ke bëj interpretim pa parë me atë njohuritë tua për lopën. Të bom si eksperti. I mushe menes ato të kanë ardhur herë moment që ishen duke Ishte misioni im edhe sinqerisht kam menduar se s'do mbesojmë. U futa në rol shumë. U futa shumë. Po më dëgjoj më i thoja Gertës. I thoja Aldus. Po sinqerisht nuk ja harroj që më kanë besuar te kjo pjesë dhe kanë vujt me net me mua. Me program, desa t'ja rriti. Dhe nuk e kanë ditë, nuk e kanë dyshu as pak. Jo, e kemi ndjek me më se është pjesë e bukur. Ishte nam fare. Shiko, pjesa tani, unë du t'jem korrekt. Sepse unë kam bërë dhe një analizë për Bigun në emision, kam qenë si një forum që jepja opinion. Pjesa e lopës ka qenë e Jotja shumë e bukur, pjesa që ti i binde që kjo është barse dhe se ajo ishte me qumësht që kushdo që e njef botën e kafshëve e digjës mund të ekzistojë. Kanë ardhur herë me vrap toalet dhe do të thënë hajde, jo zajte vrap se po. E ditë fortë nga më thuj. Me kishte dalë gjumi 3 herë dhe herën e tretë vjen Gerta më zgjoj dhe ishçan një lloj gjumit. Po. Edhe ti dhe kur vjen Gerta të bërtit të vllata. Jo s'na. Gertën e ke dashur, kam pa që e ke dashur. Gertën e kemi shumë të mirë. Tani si në çdo lojë gazi. Si në çdo lojë, si po ja në çdo garë. Si në çdo garë. Si ata drejt me, si unë drejt aty e kemi ato debatet sepse jemi në një garë gazi. Por më rëndësia është që të kuptosh shpirtin e njeriu që pas një gare, pas një loje. Asgjë duhet të vazhdojmë. Atëherë, kalojmë në një situatë tjetër, se nuk dua që ta përmendim shumë Bigun, se du më shumë të njohin njerëzit për Jozin që je. Dhe prandaj aty është edhe qëllimi im i bisedës rreth jetës tënde. Tani, në marrëdhënie me gocat, mendoj që kemi shumë njerëz që goca që janë të gatshme të dinë që ti je i hapur valla për të qenë një njeri që në një moment caktuar ti do ta mbyllësh të çështjen. Çështjen e çupës gjajës. Çupëallës. Gazi. Kam shumë për të folë. Por do flasësh me këngë. Duhet të rezervohem pak. Po pra, do flasësh me këngë. Besoj që kemi një lloj kimie që si meshkuj që jemi, kuptohemi pak më shumë. Kuptohet. Qyre unë kuptoj. Gjërat janë mirë. Shqyr. Shiko, mirë, kështu që do të thoja një gjë. Do ketë surpriza gjithmonë, gjithnjë tek Jozi ka surpriza. Po patjetër, po ti je i surpriza. Shiko, unë du të di dhe një gjë që kam shumë kuriozitet. Tani, kjo pjesa e djallit që hynte brenda teje ndonjëherë, si ishte kjo? Atëherë. Jo, pse qesh? Shiko, sepse qeshi gazi se shumë vetë ma kam thonë këtë gjë. Po është diçka që s'ka mujt me ma ngri deri më sot askush. Këtë pjesën e s'ka si dikush me ma ngri atë buzëqeshën, kështu që qesh. Faleminderit Zotit jam. Jo, mirë, shumë mirë. Mu pëlqen kjo e qeshur edhe. Po ishte një moment që të pyeste arbrit thonë, po pse qesh më burr? Se kaptet që sikur ishte hallin ti. Unë e mendoja, thoya, Jozi po thot, po unë ç'du këtu. Atë, mirë atë ç'du këtu. Po unë e kisha kryer atë objektivin tim, e kisha afër. Ai kishte gjithë kohës dhe gjithë shtëpia kundra meje për personin që kisha në krah dhe nuk e arrinin dot. Dhe kur gjoja se çfarë thonin ata flisnin film vinte me qesh, po lodhuni sa dush më të shkret se u fut Jozi. E bukur. Unë këtë ta kam kuptuar. Që ajo qeshja jote ishte një gjë kështu që o njerëz, unë
Mirë. Lodheni më njerëz sa doni. Si themi ne kështu, mirë, çfarë do bëj? Unë shikoj objektivin, kur të kapi atë objektivin, le të flasin ato. Njerëzit mendojnë ndryshe, për mu ka rëndësi ajo që arri. Sa? Kur ta bëj për vetë ato që du Kur dhe hyn një gjë do ta arrish, ha? me do e mos. Me do e mos, okej. Atëherë Jos do të kemi kështu një këngëtar fantastik. Kënga sa ka shku? Kënga re? Ë. Gaz të them drejtën, jam shumë i surprizuar. Ka pas shikueshmëri jashtëzakonisht të madhe. E shikoj edhe tek trendet që kemi, jemi jashtëzakonisht mirë. Po thuj se 2 milion. Po. Tani ç'të ndodhi? Do të tregoj një histori të bukur me këngën tënde. Edhe një pjesë klipit vogël do e fus në, domethënë ta shohim. Isha në dasëm në Puglia, në Itali. Janë dasmat që janë kështu nam, si dasma se kanë një karakteristikë. Cila zonë? Puglia. Jo, cila zonë e Shqipërisë po bën të dasëm? Jo, ne ishim unë isha në dasëm në Itali, në Puglia. E kuptoj, po familja. Familja ishte, jo, po nuk ka rëndësi, ata zbatojnë atë të, familja ishte Tirana. Po ata zbatojnë dasmat më të veçanta. Po ata zbatojnë stilin puliez, sepse në Puglia, do më thënë, unë kam qenë në shumë vende dhe kur ka ra muhabeti për dasmën pulieze, ka qenë një çudi e madhe se gjithë e njohin dhe e dinë. Se ka një karakteristikë që shkon dasma 8 orë, 10 orë, dhe kjo është ajo pjesa që kështu. E bën më veçantë. Dhe në atë dasëm 2-3 goca më thonë mu, Gaz, po të këngën e Jozit e vem dot? I thashun, ja ta pyesim të DJ-in. E i them, unë kemi këngë kështu. Thanë, qofse ka kap shumë views ta e vem, po është kështu, thanë, fillin fare se vem dot, sa e ke parasysh. E i them, po më duket se duhet të kapi 1 milion. Hyna i shikon, hyri direkt, dhe i e shikoj, tha, jo, e vem, tha, që ka, për shumë pak ditë, tha, pas ka ecur shumë. Edhe kjo ishte dhe e vum aty këngën edhe knunë, duar të kitën, qifti ta ka kërcyn mes dhe janë përqafu dhe puthur e tjerë. Edhe ishte një gjë shumë interesant, se është shumë romantik. Dhe tani du të di, për shumë, se shumë njerëz janë kurioz, kjo këngë, ky tekst, për shumë, nga e shtyrë? Këtë këngë, në fakt, jam bazu një histori dikujt. Dhe një ngjarje që e kam pa vetë që ka ndodhur mes 2 personave dhe frymëzimi aty ka nisë. Shumë. Aty ka vazhdu ai frymëzimi dhe kam bërë refrenin pastaj. Nisë me refren dhe si refren pastaj do dha gjithë idenë. Po, pastaj strofat që i kam bërë me. Po çfarë bën në fillim bën? Me mjeshtrin, Stinën. Me Stinën, e kam pa që kenja 2 bashkëpunime më tepër, ë. Shiko, e përshëndesim Stinë, përshëndesim. Është djalë i mirë dhe unë gjithmonë e kam përqyer si talent në muzikë. Kujdes të. Ta kam lënë atë. Kur lash më drejtën atë ta kam. Edhe do thoja këtë. Që atëherë ti kur shkruan në fillim bën muzikën apo bën tekstin? Është edhe kjo kuriozitet. Fillimisht bëj melodin. Dhe pastaj ka shumë raste që më vjen teksti, sepse unë kam shumë këngë të shkruajtur me që akoma nuk i kam publiku. Dhe shpesh herë më vjen inspirimi që ta bëj në moment. Por shpesh herë bëj vetëm melodin, pastaj me kohën bëj dhe tekstin. Ashtu. Po. Tekstin ja përshtat edhe çik sipas karakterit melodisë. Po, pastaj është historia që do thush. Tek teksti pastaj. Ajo i jep atë frymëzimin. Patjetër. Mirë. Nuk ishim keq deri tani. Soy un hombre muy honrado, que me le gusta lo mejor. Si thash. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan. Oh.
pak. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar al sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Dhe, ku e lam? Ku na mbeti? Dhe pak të këngën e re, ja jenë si aty ku ti ke qef. Mos mi jep kësaj zemrë shpresa, I durova një mizeza, dhimbjen ka lojen nga vetja, si t'vjen me të kthye njejta. Jos Margu, mërë sa bukur e kënon. Më gaz, sa bukur I bje gitarës. Ne gjotë bukur të bëjmë një kështu. E kapim në plan. Kush kërcena plonin, kush kërcena plonin, I bon qefin jozit, I bon qefin gazit, Jalla more quno, gushën si pëllumo, mos ma pirakin, se të bon zullum. Pije me garar se s'të bën zarar. Po nuk e vazhdojmë se në spim raki. Po, e ishte vetëm kështu. Gazi, mos e mërë seriozisht, Gazi. Jo. Nuk është çdo fjale, çdo tekst I këngës që ta realizosh në jetën e përditshme. Pra, këtë të të Mos bje prej në plonit. Jo, jam kurioz edhe për një gjë të të pyes. Sepse unë për vete jam, gjyqja ime është Gjegovara, nga Kosova. Kam shumë njerëz në Kosovë që I dua dhe më duan dhe kam kontribu për Kosovën, kam bajt 11 njerëz nga Deçani, kam bajtur në shtëpi gjatë lutës 3 muaj e gjys. Po, si gjithë, pa diskutim. Kosovën e kam kështu në shpirt, e kam në zemër. Por, do më thënë, nuk ka përqy interpretimi disa karafilave, do thoja, që do më thënë një sherr mes dy shqiptarëve deshin të jepin konotacion kombëtar. Ne jemi një kombë, nuk diskutohet. Si të zihen dy Tiranë, si të zihen dy Shkodran, si të zihet një Tiranë me Shkodran, e njëjta gjë është e tjerë. Atëherë, du të di, ti vetë në jetën tënde si ke pas marrëdhëniet me Kosova është pjesë e shoqërisë time, familjes time, ekipit tim dhe mbi gjitha pjesë e zemrës time. Moj Kosov, jo nuk m'poshte shkur, baca demin, bacen hams, ti mi ken flamur. Mërë jos Vargo, më knaqë. Shumë bukur. Mirë. Jos, në dhe emocion. Jos, si e mendon të ardhmen? Do jesh gjithmonë ke muzika? Ky është profesioni? Profesioni im është muzika. Do përfshim edhe në pjesën e aktrimit, por muzika është baza. Po jo pjesa për shkakun që po ti jesh ti me dashurin tënde, për shkakun ti kënon dhe ajo të jetë në klub. Se ishim shumë dramatik. Nuk ban. Hor. O, sa qeshtë. Mirë, po është, shiko, edhe tani unë jam, do I qëndroj si që ide e dim, që se asnjëherë nuk them atë që se mendoj. Ka qenë shumë simpatike. Dhe Loredana ka qenë shumë simpatike. Tani s'flas dot se nuk di ku jeni ju të dy. Fol. Por, Folje ime është tu, do më thënë që shumë njerëz kanë shumë dëshirë që ju të ishit bashkë. Inshallah nuk e ti jeni bashkë. Që na thonë e gja? Urimin e bone, inshallah the.
Dhe si që thash më para, do ketë surpriza, gjithmonë do ketë surpriza. Po që kemi mirë atë. Njerëz, pristin surpriza se që ka diçka këtu, se unë isha me një menim kështu gjysmë. Atëherë, më thuj diçka. Ma përshkruaj çik. Ishte shumë simpatike në Big Loredana. Unë mendoja që domethënë çifti më simpatik aty brenda ishit ju dy. Faleminderit. E di pse, se këdo që ta shohim nuk mundet të krahasohej me ju në emocionet gjitha. Gazi ti po thu edhe përgjigjen po e jep vet dhe unë thjesht do ta miratoj, do të them po, ke drejt. E pra, okej. Se po ja qëllon kështu në kokë fare, gazi. Jo, pra, jo, e mirë, po është e analiza që bëj unë që s'dal do dal nga analiza. Edhe këtu. Mirë, okej. Po ajo pjesa që thonte për shkak nga e dinte Loredana puna e kuajve që thonte o Jozi o Kali, o Jozi, o Kali. Jo, më kishte shpreh gjasme që shko drejt nuk. Ja, se dini që ti ke pasion për kuaj. Jo, mos s'kishte lidhje. Sa e bukur që e kjo. Njerëz, merrni vesh sa intuitive është Loredana. Ka rënë kokë. Ky është Azari. Shumë emër i bukur. Pa ta janë Krenar Baje. Po, e përshëndesim, Krenar. Shkelzen Braj. Edhe Xenin e kam shumë mik, e kam shumë shok. Xeno, i edhe gjigant valla. Majnë vendin e parë në Shqipëri për kuajt. Po. I pash, kuaj arab, unë s'marrve shumë, po e kuptoj se ata kuajt arab i shoh vetëm nga bukuria, se kanë atë kokën më të vogël, edhe atë qafën që i vjen kështu e përdredhur edhe kështu. Edhe ke video jote është një perlë, domethënë unë kur e kam pa videon ngela, thash sa e bukur që e ka. Çfarë doja të thoja unë ty? Ishte një moment i bukur i joti për shkakun kur dikush ishte kur në një gjë doja ta thoje, e thoja me këngë. Disa e bukur ishte. Për Zotrina apo për të dyja. Dyqonet e Selvia. Të dyja, e kapë, shikon. Edhe jesha isti, kupton lëvizjet. Ishte bukur dhe ajo. Ajo e para ishte... Si ishte? Moment më i vështirë, po që i ka nejtë në kokë fare. Po, shkoj. Tradita e ka që kush ta donë për shembull personin, vajzën, do ta presësh ndryshe dhe ti se kupton pse. Kur po sillen mirë, zgjedh ta kem krap, pse? Po mirë, prindit ka bëjnë. Se unë mendoj që ai moment aty ishte më shumë ndikim i tmerrshëm i mediave i gjërave, e kupton se nuk është vetëm unë kurse si nuk do i gjykoja se po të shifshe ti ishe jashti, të shifej se çfarë flite, atëherë do e mirë kuptoja. Patjetër që po. Edhe kjo, kurse e dyta ishte e bukur, pastaj sepse ishte edhe mamaja ishte më interesante, ishte natyrë.
pozitive. E pozitive. Erdhi me tjetër qëllim. Ty ta kishte dhënë atë gjys përqimi e kështu. Gjys? Qy jashtë. Të gjithë. Përgjim tani ti mu ta thosh se ku e di unë, po mbaj mend sikur ke qenë një herë në studio ka hyrë direkt dhe ishte mirë me atë. Patjetër. Edhe më e bukur ishte kur tha që jam vetëm. I përshëndesim për dhe Loredans, jeni shumë të mirë. Thjesht po bëjmë një rezume të asaj. Jos, po tani që ta mbyllim po me një kështu, domethënë që njerëzit fansat e tu me zëre presin. Ku jemi, do ecim, do formojmë këngë të reja, do jemi pranë publikut? Jemi të fokusuar shumë, çdo ditë punoj në studio për projektet e mia që do jenë të shpeshta me Zotin para. Dhe patjetër do qëndrojmë këtu me këngë, me mbrëmje, koncertet, vera na pret dhe do jemi sa më pranë publikut. Me këngë dhe me ekziston keni kështu, domethënë me atë po themi grupin tënd që ke. Po. Ja ne ke lënë atyre të bëjnë dhe menaxhimin dhe ato po themi troç pazaret e gjërat. Po, është. Ti s'merresh fare me atë pjesë. Po, nuk është se ke një tarif fikse ose kështu. E din ata. Du me morë vesh rrogën. Po, tani më lartë... Falas më gaz, ne këndojmë bëjmë artë o gaz. Okej, mjafton të bësh artë, pastaj gjërat e tjera me ata njerëz që janë ada për atë punë. Mirë, e qartë është kjo. Gazi, të falenderoj shumë, ishte një intervistë që jam ndje shumë mirë dhe e kam prit këtë ditë se u bë pak. S'ka një, pritëm dali kënga. Një kuriozitet, ta dini, pse është tyrë? Është tyrë sepse e lam që Jozit nxjerri fillimisht këngën, pastaj të bëheshim këtë intervistë. Prandaj na falni 100 herë që ju shtym disa herë atë. Gazi ishte kënaqësia imja. Kam prit, siç thash. Më pëlqej shumë kjo intervistë. Dhe ju bëjmë thirrje gjithë të vinë tek Postcat Gazi. Bravo, e ke thënë i vetëm që i ka thënë fiks fare. Po pra, të gjithë thojnë Postcat. Po, të gjithë thojnë podcast. Po unë si gjithmonë që jam kontrovers, ndodh kjo. Po, shiko, në Zvicër që ke jetu, ka ekzistu kjo energjia bio, energjia pastër e këto atje, promovohen? Po. Promovohen, Po tjetër që po. Se unë në Gjermani kam hasur me një kompani që gati një qytet tërë e kishte shndruar në energji dielli dhe edhe e kthente çdo gjë në ekologjike dhe aty ishte një perlë. Dhe nga që e pasha të bisedova me ca gjerman të cilën thoshin me pasion që kjo na ka ndryshuar shumë ajrin, përmirësu jetën e tjerë. Dhe unë e mora logon e tyre dhe e vizion është një mrekulli në këtë qartësinë e po themi jetës. Ti mendon që mirë është kjo gjë që po vjen që çdo gjë po kalon në tjetër nivel? Normalisht po. Do e përkraj edhe ti e vizionin? Ti e përkrah apo jo? Unë e përkrah. Kur ta përkrahesh ti mund të kem brapa. U kënaqem të dy. Besoj që dhe njerëzit do i kënaqim, jemi njerëzor, jemi toksor, nuk jemi për tu ajror. Nuk fluturojmë. Nuk fluturojmë. Jozi është shumë i këndshëm, do të vi të bëj xhiro me kuaj me ty. Patjetër, me motor. Me motor, me kuaj, edhe motorët japun. Me jet ski tash se erdhi vera. Jet ski, po, gjitha. Domethënë, Joz je universal ke
Por sporti më i rëndë është ky. E lam. Këtë gazi Tu gazi të gjiroj. Të lash edhe çik vetëm.